Në kuadër të vizitave sistematike mjekësore që organizon Drejtoria e Shëndetësisë në komunën e Prizrenit, në të gjitha shkollat e komunës sot ishin në shkollën Ganis Saramati në Prizren, ku morën pjesë kryetari Shaqir Totaj, drejtori i Shëndetësisë Dr. Sulejman Baxhaku, drejtori i QKMF-s Dr. Fadil Bajraktari me stafin shëndetësor. Pas vizitave nga afër, drejtoresha kësaj shkolla, Adelina Minci, falenderoi stafin komunal dhe atë shëndetësor që po tregojnë për shëndetin e nxënësve. Këtu sot, këto vizita i kryen nxënësit e klasave të nënta dhe kjo tregon se përkujdesja shëndetësore nuk mungon, tha ajo. Çdo vit edhe këtë vit shkollor po realizohet vizita sistematike për nxënësit e klasave të nënta, që konsiderojmë që është shumë me rëndësi për parandalimin e sëmundjeve eventuale, po gjithashtu edhe për krimin e shprehive të mira shëndetësore, psikologjike dhe sociologjike për këta fëmijë. Kështu që gjithmonë të mirë se ardhura për neve dhe urojmë që praktika të tilla të mira të vazhdojnë edhe viteve që pasojnë. Kryetari i komunës Shaqir Totaj tha se këto vizita sistematike po bën fal angazhimit të drejtorisë së shëndetësisë dhe shkollave të komunës sonë. Këto vizita kanë qëllim parësor të shohin nga afër shëndetin e nxënësve tanë. Ne besojmë se ata të kenë shëndet të mirë, por vizitat e këtilla janë të mirëpritura, pohon kryetari Totaj. Është një punë shumë e mirë që po organizohet nga Drejtoria Komunale e Shëndetësisë. Qëllimi kryesor është me identifiku eventualisht mos ka ndonjë parregullsi në zhvillim të fëmijëve, edhe normal pastaj në bazë të raporteve, në bazë identifikimeve të shkaqeve, me u marrë me parandalim. Konsideroj që është një praktikë shumë e mirë, edhe po du me falendëru krejt akterët, të fillu prej drejtorit të shëndetësisë, drejtorit QKMF-s, po dhe drejtoreshës në shkollë, këtu në këtë shkollë. I pamë edhe stafin mjekësor që janë të përgatitën, janë të motivuar, po i pamë edhe nxënësat që pa hezitimi nënshtrohen një vizitë të tillë. Do të vazhdojmë me kësi vizita, po besoj edhe po shpresoj që nuk ka më pas gjetura spektakolare, sepse po du me besu që nxënësit tonë janë shëndetshëm, po megjithatë, një aktivitet, një kujdes në drejtim të parandalimit çfarë do lloj deformimi eventual është më tepër se mirë se ardhën. Për këtë arsye edhe i përshëndes gjithë akterët të cilët janë të dhënë kontribut në këtë drejtim, edhe komuna e Prizrenit po e dëshmon edhe një herë për kushtimin me u përkujdes për shumë gjona, po në radhë parë për shëndetin, sidomos të nxënësve. Drejtori i Shëndetësisë Dr. Sulejman Baxhaku tha se këto vizita janë të organizuara për të vizituar mbi 5700 nxënës të shkollave të komunës sonë. Sipas gjetjeve nga vizitat e shkuara janë evidentuar dhe ka pasur raste me probleme në shikim dhe disa me boshtin kurrizor. Proces ka nisë mbar, kështrohen gjithsej 5700 nxënës në total në komunën e Prizrenit, si që potencoj edhe kryetari i komunës Zotri Totaj, ka një rëndësi të veçantë jo vetëm si procedurë për vizitat e këtyre nxënësve, por edhe gjetjet eventuale që do të ndodhen gjatë këtyre vizitave, do të shqyrtojmë nëse diçka po ndikon në zhvillimin e këtyre patologjive eventuale që mund të hasen. Po, në bazë gjetura prej vizitave sistematike në viteve të paraprake, dy patologji që janë hasur më shpesh janë skoliozat, domethënë deformitetet e boshtit kurrizor, dhe problematikat në të pamën. Drejtori i QKMF-s Dr. Fadil Bajraktari me këtë rast ka theksuar se tashmë ka të angazhuar disa ekipe me mjek familjar, pastaj me dentist si dhe me stafin infermierëve të cilët me përkushtim punojnë për shëndetin e nxënësve të komunës sonë. Viti i 15 që po bëhet, do thotë, në komunën e Prizrenit, stafi është i angazhuar 3 ekipe që janë të përbërë nga 10 persona, ka mjek familjar, ka infermier, ka stomatolog. Të gjitha këta bëjnë një vizitë përgjithshme për përcjelljen e zhvillimit të fëmijëve që të jenë sa më të mirë si në aspektin psiqik, fizik edhe social. Kështu që kjo është detyrë jonja, së bashku me drejtorinë e arsimit, kemi arritë që ta implementojmë që disa vite edhe edhe drejtori i shëndetësisë, kemi arritë që ta implementojmë gjithmonë të përkrahur nga kryetari i komunës Zoti Shaqir Totaj. Në vizita sistematike nënshtrohen nxënës të klasave të para, të pesta dhe të nënta. Nxënësit me kënaqësi përgjigjen këtyre vizitave mjekësore sepse ata e dinë rëndësinë e këtyre vizitave. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25.